Gjatë burgimit tam në Pozhares, kanë shkruar për mu, do të thotë i kam përfshi në liber. Pastaj ka edhe disa portrete të njerëzve të cilët kom qenë burg dhe në ndërkohë ata kanë vdek, kanë kalu në amshim. Ja këtu dola aty. Njëri prej tyre është Qaush Selca, një burg shumë i mirë i Lugut Baranit atje, me cilin kemi qenë shumë të lidhun. Që është daja i Flamore dhe Arbengashit. Po. Deputetit dhe ambasadorit Gjevdet Bejtullahu, Qaush Selca, Indjeri, Jakub Tahiri, që vjen nga Drenica, që është agja i Abelar Tahiri, nëse nuk gaboj. Halil Matoshi, që është i krejt Kosovës, edhe Shpejtim Krasniqi. Edhe, po shoh që paska fotografi, babën Hazir këtu e paske, edhe botimi që nga i mirë, me të drejtën edhe... Po babën e kom pas ideologu në kështu, ideologi jam. Edhe çka është me rëndësi kjo për ta përmbyllur, se kjo nuk ishte planifikuar zonja o zotrim, Albin Kurti në Zabela. Po, unë ju më taku në Zabel me zotin Kurti, e kom pas një dialog shkuat edhe e kom përfshin librin edhe në botimin e parë, po tash edhe në botimin e dytë dhe kam ilustru me fotografinë e tij pikërisht në burgun Zabela. Çka i përfshin? Zabela është në Pozhares. Në Pozhares, në Serbi, po. Nëse nuk gaboj. Cili ka qenë komunikimi? Çka ke patur në si komunikim? Po, e kom thënë disa herë në media kushtim, ka qenë dimën, minus 6-17 gradë Celsius, dhe neve lakurisht në kanë gjirë me ula, me një stadium futbolit aty në kompleksin e burgut, dhe aty jemi taku me Albinin, ka pyet normalisht që kum tregu që kum qenë me babën e tij dhe me vllavën e tij, me Arjanitin, përkatësisht me babën Zojmin në burgun e Lipjanit, dhe ata u patën liru ndërkohë, dhe me ka pyet po ashtu edhe për nëse dija diçka për Isa Kastratin, baba i... Dëshmorin të ndjerin, baba i qendron Kastratit. Edhe baba i qendronit dhe Egzonit, po ashtu më ka pyet edhe për te, edhe kështu. Domthonjë një dialog i shkuar, po interesant për kohën. Është ma të nënta, mos harroj, luft. Kush me kërrinte më shumë aty? Po, ne kemi qenë disa paviljone, unë për shembull kom qenë me 200-300 vetë me një vend, kurse Albini ka qenë me një paviljon tjetër, me një dhomë tjetër, edhe me njerëz të tjerë, me të burgosur tjerë, po ja që jemi taku. Libri ka shumë vlerë, por dua ta përmbyll me një fjalë tënde, si falenderim për ata që të kanë ndihmuar, ndoshta të kanë kontribuar në këtë. Po natyrisht falenderim mbi të gjitha, falenderim për familjen që na kanë lyp në për grupat gëlqërore në për vendet dëshme të Kosovës, të mendu se neve po na gjojnë të vdekun, ja që jemi gjallë, falenderim po ashtu gjithë gjallëve që kanë ndihmuar edhe në